pajmend kur një kompani të furnizimit hyri si operator shqiptar diku në 2007-2008 dhe solli prodhime ballkanase, falimentoi për 2 vjet sepse nuk shiteshin. Por problemi kryesor që këto kompani kanë është që duke pasur peshë të ndjeshme në treg, ato i tërheqin çmimet e lartë në sensin që edhe një market i ri që futet në treg. Do detyrohet të ngrejë çmimet? Jo detyrohet, por thot, nëse shqiptari këtë produkt e blen me 4 euro, pse unë ta shes me 3 dhe me 2? Atëherë kjo bën që gjitha çmimet të shkojnë lart. Disa pika markete ka sonë në Shqipëri? Urdhro? E disa marketet ka sonë në Shqipëri? Ka mbi 3.000 marketet që i kemi ne të regjistruar. Rumbullaku Bojagjiu para se të lidhe me Prishtinën do i kthem dhe me Shkupin. Po. Tani, në fakt një nga arsyet. Olti, janë as janë më të larta? Patjetër që janë më të larta, unë besoj që janë disa nga arsyet dhe para është logjistika, me thënë drejtën. Logjistika. Patjetër, logjistika për një treg kaq të vogël për edhe supermarkete të huaja për ta sjellë produktin, nëse në Itali sistemi transport, sistemi trenave, çdo gjë është ka kosto minimale për ta. Kosova dhe Maqedoni janë shumë të shtrenjta se ne. Pjesa tjetër pastaj janë taksat ose TVSH-ja. Po. Në të gjithë shportën e ushqimeve, ne jemi i vetmi vend që TVSH-ja është 20%, është e plot. Se sa kanë Po flasim me Italinë, unë kam një listë të shteteve rrotull, Italia ushqimet i ka me 4%. Maqedonia e Veriut i ka me 5%. TVSH-n. TVSH-n. Ne i kemi 20%. 20%. Kosova e ka me 8%. Malizia e ka me 7%. Vetëm Greqia nga 8 ka kaluar 13 para disa vjetësh me 13% për shkak të krizës. Kështu që kjo me Italinë, kjo na jep një 16% diferencë. Pra mendoj që janë politikat fiskale që kanë çuar. Asnjëherë në Shqipëri nuk është bërë diskutimi i TVSH-s ushqimeve. Jo, është bërë në 2013. Nuk është bërë në mënyrë të rëndësishme. Unë mund të them një barsalet që më ka thënë një nga gazetarët ose ekonomistët e vjetër, ku ka ardhur në Shqipëri FMN 97-ën, i ka thënë kryeministit të atëhershëm që duhet ta bëjmë TVSH 20. I ka thënë, ato s'nan, i ka thënë pa merak, pa tjetër. Ju lutem, është shumë serioze, na duam një përgjigje serioze, pa tjetër e bëjmë. Ata nuk e prisnin që Shqipëria kaq të gatshëm për. Do ta bënte 20. Në Kosovë diskutu vetëm 1% rritja të TVSH-s dhe ka pas protesta e tjera. Pra ne kemi vendosur një TVSH 20% dhe nuk e kemi diskutuar. Para 28 vjetësh kemi vendosur ne? 97. 28 vjet, po. Në shtator besoj, 97. Sa ka filluar? Ka qenë 12.5, ka kaluar 20. Gjithë TVSH, për gjithë mallra. Dhe në Kosovë është rritur vetëm 1%, pastaj është lëvizur me TVSH në ushqime për të ulur etj, pra është bërë një lloj balance, të arrisim pak në 18 dhe ta ulim pak TVSH në reduktuar. Ndërsa tek ne është bërë diskutimi, po ja për shembull mua s'm kujtohet se kur është bërë diskutimi. Unë që jam marrë gjithkohës. Fushat 2013, një nga premtimet më madhore të Partisë Socialiste aso kohë ishte ulja e TVSH-s ushqimeve. Okej, po nuk ishte një premtim që ta themi që jo, premtim më madhor... Një politike cila unë doq pastaj për të bërë. Pra, vetëm në Italinë kemi 16% diferencë. 16% diferencë... Nga 4 në 20, 16% vetëm... Pra 16% është rritja vetëm për taksën. Për TVSH. Plus transporti se kërkon diçka më shumë. 3.000 euro për një maune. 3.000 euro për një maune. 3.000 euro. Pa tjetër, gjithë pjesa logjistike në Shqipëri është shumë kostës në Itali. Po mirë, një pyetje, po prodhimi vënda, sa po e tha Iva, po marrim një djath tipit feta, pra po themi, i prodhuar në Shqipëri 20, i prodhuar në Greqi 10. Edhe për një sasi më të madhe, 100 gram më shumë. Këtu pastaj është kompleksiteti tjetër, që është gjithë diskutimi në bujësi, ta ulim TVSH-n, ta vendosim në këtë formë, ta vendosim, pra duke e trajtuar djathin, jo, ose qumshtin. Industrinë qoftë duke pasur për shkak të viteve të fundit edhe disa bashkëpunime në Instagram, duke folur dhe me produs vëndes, edhe në rast sepse ata, për shembull kam takuar X person që prodhon jo vetëm, po prodhon edhe vaj, që kanë bler dhe kanë bërë investime fantastike dhe kanë marrë fabrika shumë të mëdha, nuk gjejnë lëndë të parë për ta përpunuar, nuk mbledhin dot aq sasi vaj ulliri, aq ulli për të ullur... Se nuk mund bësh fabrik pa e ditur se kush do të furnizoj. Sepse duke pasur këtë tregun e vogël, unë jam axhami në ekonomi, por kjo gjë kuptohet që duke pasur këtë tregun e vogël, do atë fitim, ai supermarket në duke qenë të fundit fare,
do ta ketë më të madh nga unë nga ti që do blejmë, sepse jemi pak veta që blejmë. Unë lexova pak literaturë, Greqia kishte pas pothuajse të njëjtin problem me ne para rreth 25 vjetësh, që në ishuj shkonin ushimet shumë shtrenjta për shkak të logjistikës. Pra, një gjë ngjashme është pak a shumë në zonën tonë të jugut. Pra, ne vërtet e shohim këtu, po kur italianët shkojnë në Imar apo në Saran, çmimet janë edhe një dallë tjetër më tritur. Dhe patjetër aty befasohen dhe më shumë. Pra, befasojmë edhe ne, jo italianë. Fal, do dhe vetëm si kundërargument të jepja për çështjen e transportit. Së pari unë thash që për produktet e tjera të konsumit nuk ndodh ky fenomen. Pra transporti është njësoj thot dhe për elektroshtjake. Kanë transportin, po njësoj e përdorin dhe nuk hasen në këtë vështirësi. Sigurisht që kjo është kosto e rëndë. Por, 3 kompanitë që unë ka përzgjedhur në të studim, pra në çmimet që unë vendosa, kur është bërë studimi, xhiro në përbashkë të treja kanë pasur në rangun e 100 milionë euro. Dhe në 100 milionë euro xhiro që kanë në Shqipëri, këto 3 kompani, kostot e transportit janë pa përshtatshme. Qose kanë 100 milionë euro xhiro. Dhe fitimi është 3% sa tha Kraja. Ajo është tjetër diskutim. 3 milionë euro 3 kompani, të bësh volum 100 milion për të fituar 1 milion. Tjetër diskutim, por transporti nuk është element thelbësor që të sjellin në ndryshime me 2 fish të çmimit. Edhe shumë ushqime dhe hidhe, nuk është se... Mallësinë e tregut, mallësia e tregut, ditë sa ka të bëj, ne importojmë produkte nga jashtë, shpim tjetër i bën Itali, shpim tjetër na bën neve, sepse je 2 milion banor. Po Malizi, që është më pak se ne. Asnjë marketet kur hapin një del, funksionojnë me njësi ekonomike. Po flasim, ose mos të harrojmë edhe sjelljen e konsumatorit shqiptar që u prek pak më përpara, që jemi të orientuar drejt Italisë, ne jemi të orientuar kaq shumë sa të njëjtin produkt që mund të prodhohet në Itali dhe është për tregun lindor, në Shqipëri nuk e blejnë sepse ka gërma të vendeve lindore dhe duan atë që është italisht. Kjo është fiksim pastaj. Jo, është çështje siguristimore pastaj që kur nuk kemi fiksim në prodhimin vendas. Këtë po thoja, pra është treg, është fiksim. Unë për shkak nuk kam parë djath 19.000 lekë, më thënë drejt. Nuk e di ku e blen djathin. Ta tregoj unë direkt. Unë e blej 12. 14.000. Më i miri dhe është me të vërtet shumë i mirë shqiptar djath feta, aq është 19.000 lekë 900 gram. Mos e themi tani sigurisht djathin 19. Jo, ka edhe prodhimet e pijeve shqiptare, pijeve alkolike, janë më të shtrenjta se ato që vinë në Itali. Dhe nuk kemi them tani për Gjergji besoj se e di më mirë, qumë është kanë hektare shumë. Gjergj, çfarë ka ndodhur? Tani unë mendoj që kjo është një temë shumë komplekse dhe ti bukën që prodhon vetë, shtrenjtë prodhon? Po s'kam filluar tash sa akoma. Vazhdoj ta kem pasion me dashuri. Të del po unë do thoja që në Shqipëri buka është shumë e lirë, por është shumë e shtrenjtë për cilësinë me cilën e marrin. Domethënë se një nga gjërat që nuk u tha këtu është që ne po krahasojmë, po është tjetër gjë ato produktet e përpunuara që ju krahasuat në Rom apo në Tiranë. Çështja është për shembull, në Shqipëri për mua buka që shitet në shumicë është cilësi shumë e dobët. Dhe çmimi është gjithashtu i lirë në vetvete, por po të krahasosh cilësinë që ti bën. Unë kam këtu të publikun që ri që thon madje që të hadhen gramatur. Kur shkon ta marrësh, ai të thotë që është tani 1 kg bukë, por nuk është 1 kg. Po t'ishte për mua buka duhet shitet me peshë. Pret një copë, e vëm kandar, 1.000 kilja, 5 euro kilja, sa do që tjetë dhe ta shesësh.